Faleminderit shumë për këtë paraqitje, ndërkohë po dhe kolegja juaj në hollën e kuvendit ka qëndruar Qëndresa Tërshani. Na thuaj, ju lutem, se kush doli sot para gazetarëve dhe çfarë thanë? Aktualisht ka shumë zhurmë dhe hallakam këtu te grupi parlamentari i Lëvizjes Vetëvendosje, pasi para pak minutash krejt mediat u njoftuan që të vinë këtu me urgjencë, pasi kryeministri Albin Kurti do të mbajë sërish një konferencë për media, pasi paraprakisht e mbajti një në objektin e qeverisë së Kosovës. Derisa këtu nuk dihet për çfarë arsye është thirrur, ai ka folur pak më herët për krejt procesin për zgjedhjen e presidentit të pikërisht objekti i qeverisë, derisa këtu nuk është bërë media arsyeja pse është kjo konferencë, por mediat janë njoftuar që të vinë këtu dhe po pritet nga momenti në moment që kryeministri Albin Kurti të dalë dhe të njoftoj për çka e thirrë këtë konferencë urgjente këtu në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ku paraprakisht u zhvilluan 3 seanca në përpjekje për të zgjedhur presidentin e ri të Republikës së Kosovës, vetëm nga Lëvizja Vetëvendosje dhe pa pjesëmarrjen e partive deri tash opozitare. Pikërisht ata kanë deklaruar gjatë tërë ditës qëndrimin e tyre që ishte i palëkundur, pasi refuzojnë të bëhen pjesë e seancës së Parlamentit të Kosovës, atë që ata e quajnë antikushtetuese, pasi thonë që procesi ka filluar pikërisht me deputet Mangu, pra pa qenë të 10 në sallë, ka filluar votimi djerë dhe mesh ata nuk mund të bëjnë pjesë sot të një seance që e vlerësojnë të jetë antikushtetuese. Ata kanë pasur edhe kërkesat të tjera, njëra ndërto ishte tërheqja e emrit të Zonjës Rushiti nga prezantimi i saj si kandidate për presidentet të Republikës së Kosovës, pasi thonë që është hedhur mjaftueshëm balt mbi figurën e saj dhe nëse qëndron edhe mandej si kandidate për deputete, normalisht vetëm do të shkelë temi kështu opozita dhe krejt nami i saj dhe po ashtu karriera e saj jo e vogël që është krijuar deri tash. Po ashtu kanë thënë që nëse vazhdohet tutje me Rushitin, po ashtu edhe me emrat e tjerë që janë propozuar, por me formën që ka zgjedhur Lëvizja Vetëvendosje të votoj, që ka marrë edhe epitetin si procesi karate për zgjedhjen e presidentit, atëherë do të bëjmë përpjekje maksimale që të ndalim pikërisht këtë votim të Lëvizjes Vetëvendosje, duke mos përjashtuar dhe mbajtjen e protestave para Kuvendit të Kosovës dhe veprimeve të tjera politike, por që mund t'i bëjnë normalisht opozita në Kuvendin e Kosovës. Ata kanë deklaruar gjatë tërë ditës që nuk shkojnë në seancë pikërisht për këto arsye, derisa nuk dihet nëse tash do të jetë një arsye që do t'u androjë atyre qëndrimin ose një vendim që mund ta marrë kryeministri Kurti si grup më i madh parlamentar në Kuvendin e Kosovës, e që mund të shtyjë edhe partitë opozitare të ndryshojnë qëndrimin në këto orët e fundit para se të vendoset nëse Kosova do të ketë president të ri apo do të shkohet përfundimisht në zgjedhje. Unë po këtej linjën tash në studio normalisht, por do ju lëm me sinjal nga Kuvendi i Kosovës dhe kur të dalë kryeministri në deklarimin e tij surprizë, do e shohim se çka do deklarojë dhe do e ndjekim padyshim edhe krejt shikuesit e televizionit Klan Kosova. Faleminderit shumë, ndërkohë po kryeministri ka ftuar sot gjatë ditës gazetarët në ndërtesën e qeverisë, ai është ankuar se nuk po duan që ta takojnë liderët e partive